billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sot do të flasim për virtytin e mëshirës. Më thonë, nuk paramendohet sjellja e muslimanit pa e pas virtytin e mëshirës ose rahmetit. Çka do me thonë me pas rahmet dhe mëshirë ndaj dikujt? Nuk është vetëm ndjenje zemrës. Me pas mëshirë do me thonë, pra mëshira është dëshira për të sjellë mirësi dhe dobi tjetrit. Ose mëshira është ndjeshmëri dhe butësi që të shtyn të bësh mirë ndaj atij që ka nevojë për mëshirë. Dhe e treta, kuptimi i tretë, mëshira është begati, bujari dhe bëmirësi. Nuk është vetëm një diçka në zemrën tënde, po është dobia që përcjellet deri tek tjetri, sidomos ata të cilët kanë nevojë. E tash te ne muslimanët, te kultura jon, te feja jon, mjafton që ne mëshira, do me thonë, është cilësia e Allahut. Njëherë për ta kuptuar se sa e rëndësishme kjo është. Ne do me thonë, çdo punë që e nisim me bismillah, përmendim edhe mëshirën. Bismillahirrahmanirrahim. Çdo rekat që e falim, ne e përmendim Elhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim. Do me thonë, i gjithë mëshirshëm, i mëshirë ploti. Do me thonë, mëshira te ne vjen nga besimi se Allahu është i mëshirshëm, është i gjithë mëshirshëm, dhe ne duhet të jemi të mëshirshëm me njëri tjetrin. Me thonë, muslimani ka butësi dhe ndjeshmëri në zemrën e tij. Nuk i ban keq askuj përkundrazi, nëse s'munët me i bën mirë, spaku nuk i ban keq dikuj. Me thonë, muslimanit i dhimën duke fillu, do me thonë, prej njerëzve të tij më të afërt, duke fillu pastaj për shembull për njerëzit në përgjithësi, madje muslimani ka ndjeshmëri dhe butësi edhe ndaj ambientit edhe ndaj kafshëve. Edhe ndaj kafshëve tregohet rahmetli, për dallim për atij i cili nuk ka rahmet. Ço me thonë Ar-Rahmanir-Rahim, këto dy emra janë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Ar-Rahman do me thonë i gjithë mëshirshëm, e përkthejmë ne në gjuhën shqipe, por se e ka kuptimin, do me thonë pse i gjithë mëshirshëm, sepse Allahu i mëshiron krejt në këtë botë, edhe të mirin, edhe të keqen, edhe qafirin, edhe muslimanin, edhe më thonë, çdo njanin e mëshiron. Ndërsa në botën tjetër Allahu është Rahim, mëshirëplot. Rahmeti i tij nuk nalet ndaj besimtarëve dhe ndaj njerëzve që do ta fitojnë xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për Allahun e madhruar, për të gjithë mëshirshmin. Allahu përpara se me i kriju qiejt dhe tokën, e ka shkruajt një shkresë. Edhe ati ka shkruajt kështu, domethënë ku te arshi i tij, Inna rahmeti sabaqat ghadabi. Rahmeti jem ja ka tejkalu hidhrimit tem, thot Allahu subhanahu wa taala. Për me tregu mëshirën Allahu subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë një shembull. Çfarë shembulli? Në dy sahihet është transmetuar në Buhari dhe në Muslim. Është transmetuar, vin një grup njerëzish te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një grup robrish. Dhe në mesin e tyre ka qenë një grua, e cila, kur e ka pa një fëmijë të vogël mesin e robëve ati, e ka marrë, e ka dashur, sikur se zakonisht, do thonë, dikush shumë i do fëmijët. Kjo është shprehje e rahmet. Bile i ka dhënë edhe gjin, do me thonë, me pi, qumsht. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke vështru këtë gruan me shokët, me sahabët, ka thonë, ama jo fëmijën e huaj, jo fëmijën e vet, të i dhonë me pi qumsht. Edhe till ka qenë. Kur ta shoh, e keni pa, për shembull, dikan kur ta shoh, shpreh një dashuri ndaj fëmijës, për shembull, dëni fëmijë do. Sidomos me pa ndonjë fëmijë, për shembull, që ka nevojë për mëshirë, që ka nevojë pak për kujdesje. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot shokëve të tij, thot, çka menoni kjo gruaja, djalin e vet, e vladin e vet, a e kishte gjujt në zar? Ato thon kur se kishte bë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është më i mëshirshëm për robërit e tij se sa që kjo grua për fëmijën e saj. Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka kriju rahmetin 100 pjesë.
do të thonë rahmetin, do të thonë mëshirën, dhe 99 i ka nalë për ditën e gjykimit, vetëm një pjesë të rahmetit e ka lëshuar në tokë dhe çfarëdo lloj mëshire që e sheh mes njerëzve, mes krijesave, mandje thotë edhe ato egërsinat, thotë pejgamberi, kafsha. Do të thonë kafsha e ka kujdes ku e lëshon këmbën e saj për mos me e lëndu të voglin e vet. Edhe ajo është një farë shfaqje e rahmetit. Do të thonë kretë rahmetin që mundesh me pa në dunja, të njerëzit, të kafshat, të muslimanët, të jo muslimanët, shfaqja e rahmetit është 1/100 e rahmetit të Allahut, ndërsa 99 Allahu i kalon për ditën e gjykimit. Për ditën e gjykimit. Pse sa atje kanë me pas nevojë ma shumë njerëzit për rahmet. Bile kanë thonë disa dietar, kur ta shofe iblisi rahmetin e Allahut në ditën e gjykimit, ka me thonë, ka me dëshiru, ka thonë, edhe mu pas ka me më falë. Ka me menu që edhe iblisin do t'a falë Allahu subhanahu wa ta'ala, për shkak mëshirës së madhe që ka me tregu Allahu ndaj besimtarve. Sot e besimtarë nuk janë krejt për në xhenet, të muslimantë. Ka me pas njerëzit këqij, ka me pas njerëzit me gabime. Mirë, po rahmeti Allahu subhanahu wa ta'ala 99 fish më tepër do të shfaqet në ditën e gjykimit. Do të shfaqet në ditën e gjykimit. Tash rahmeti Allahu subhanahu wa ta'ala shfaqet, do të thonë, edhe në ligjet e tij. A e dini se dietarët e përmendin se shkaku i sprovave në jetën e kësaj bote që ju ndodhin njerëzve është për mos mu lëshu njerëzit se mos me pas këshire, mos me pas fukarallëk, mos me pas smundje, mos me pas derte, mos me pas telashe, mos me pas problemin vdekje, mos me pas në jetën e kësaj bote, njerëzit kishin me menu se duhet me jetu për që këtë botë. Mi po prej rahmetit të Allahut është se Allahu i ka qu këto sprova që ta di njerëzve këtu jemi përkohësisht. Këtu nuk ban njeri me harxhu krejt energjin, në më thonë për me arrit kënaqësinë e kësaj bote. Kjo botë është e përhershme, kjo është me sprova. Këtu nuk mundesh me konë rahat në 100%. Kjo është prej rahmetit Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu rahmeti Allahut subhanahu wa ta'ala shikohet edhe të ligjet e tij. Të ligjet e tij. Për shembull, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë ligj. Po tash këtë ligj shumë vështirë është me gjetë që e zbatojnë dikun. Kisasin. Dënimi me të njëjtën mënyrë çish është bën krimi. Nëse vret vritesh, nëse ja pret dorën dikujt pritet dora, nëse ja hek sinin dikujt si për si, hun për hun, shpirt për shpirt, apo kjo quhet kisas. Domethënë dënimi në mënyrën e njëjtë. Edhe që kjo është siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. O ju që keni besuar, juve ju është bë farz kisasi, domethënë në krime, në vrasje. Qysh e ki bo krimin që ashtu të bëhet. Për që ja ki thi dhamin, dikuj me shëriat, dhe më thonë vjen ai gjykatësi, e cakton edhe vjen një njërë special të athen dhamin. Kutiba alaykumul qisasu el hurru bil hurri, i liri me të lirin, wal abdu bil abdi, robin me robin, wal untha bil untha, femra për femrën. Wal untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Nëse ta fal personi që i ki bon zullum, atëherë kjo është çështja e tij, ta fal, ta ban halal. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dhe ju në qisas keni, thot Allah subhanahu wa ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Që kjo që mundet dikush me ta fal që ja ki boni gabim, që kjo është lehtësim dhe rahmet prej anës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Që kjo është rahmet. Rahmeti është në zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për çat para shumë vjetëve, qish duke qenë studente, ku pas lexuar një studim që i kishte bërë, domethënë një shkrim, një dietare, ka bën një studiuese, ka bën se di. Edhe nuk më kujtohet edhe emri i tij, po librin e pata lexu. Njeri, në thonë veni me më pak krime në botë ishte Arabia Saudite. Nuk e dia është hala, vetëm se për para 20 vjetëve kur ka bërë për shembull një studim se sa ndodhin vrasje, për shembull ka vende në çdo minutë kur mirët ajo mesatarja sa vrasje bën për shembull në ditës, çdo minutë e ki ka një vrasje nga një krim. Sidomos në vendet për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku
domethënë ku njerëzit kanë drejtë edhe me shkuën shitore me ble, domethënë armën. A kupton? Domethënë veni kishte po statistika, kreti ka marrë edhe vendet diktatorale dhe komuniste, edhe Kinën, edhe këtë botë ka bën një statistik, edhe veni ku mas pakti ndodhshin krime është, domethënë ishte Arabia Saudite me fakte, me numër. Pse se atje domethënë zbatohet kjo puna e vrasjes. Vrasja nuk ka atje me çtim burg një 15 vjet, 1/3 ta falin, kur ta këshirish mas 5-6 vjetëve, domethënë vrasës i del. Për çfarë thot Allahu subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." O ju që keni mend, ju nëse e zbatoni që këtë kisasin, kjo është jetë për ju. Se ti duke e zbatuar që këtë ligj, që kjo është rahmeti i Allahut subhanahu. Ti kimi mbrojt jetët e dhjetrave dhe qindrave dhe mira njerëzve, se njerëzit s'kan me bën vrasje. Pse sa gjë kur të vi, se te na e përçon në afekt, u ka nervozu, e ka vrarë, e shin se ja ka, domethënë ja ka bën një dëm ose ja ka zon kerin ose janë sha ose si ndodhin te ne vrasit. Te ne ndodhin vrasit për parking, te ne ndodhin vrasit për shembull se ja kish ul veshin, domethënë fëmijë e dikujt, te ne ndodhin vrasje për shembull pse më këshire kesh, te ne ndodhin vrasje pse se diaj se maksimumi dia japin 20 vjet. Pi ative 20 vjetëve nëse tregohet djalë i mirë atje mrena ja falin 1/3, edhe i ka do benefiti ja nisin dalin. Kjo është, domethënë kjo nuk është rahmet. Se ligjet e njerëzve këshirin çish me ndihmu kriminalin. A ligjet e Allahut këshirin çish me nal kriminalin mos me bën krim. Dhe kjo e përmend Allahu subhanahu se kjo është, domethënë për rahmetit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj këtë ligjet e shariatit janë rahmet për njerëzit, janë mëshirë, po njerëzit nuk e kuptojnë. Një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." O ju që keni besu, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit pa drejtësisht. Illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, përveç nëse është tijaret, tregti, me pëlqimin e të dy palëve. Wala taqtulu anfusakum, dhe mos e vritni veten, mos bani vetvrasje. Inna Allaha kana bikum rahima, sa Allahu është i mëshirshëm ndaj jush. Çish mos e vritni veten se Allahu është i mëshirshëm? Po kush e ka pru që këtë ligj? Që mos me bëhet vrasje, që mos me hangër pasurinë e tjetër kujt. Kush e ka pru? Çaj që është rahim, çaj që është i mëshirshëm. Pra te ligjet Allahu subhanahu wa taala është rahmeti. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Falni namazin, jepni zakatin, ngojini pejgamberin, dëgjojeni pejgamberin, bindjuni pejgamberit që të mëshiroheni. Që më ju bën rahmet Allahu subhanahu wa taala. E tash duke pas parasysh faktin se Allahu është i gjithë mëshirshëm, ligjet e Allahut janë të gjithë mëshirshëm, janë të mëshirshme, me thonë me rahmet, atëherë edhe normal që njerëzit më të mirë kanë qenë njerëzit shembulltyra të mëshirës. Kanë qenë njerëz për çat një herë kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë ja Rasulullah, bani be lanet që këto qafira, që këto mushrikët. Thotë pejgamberi, po Allahu më ka dërguar rahmet, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Thotë Allahu në Kur'an, nuk të kemi dërguar ti ndryshe përveç se mëshirë për krejt botrat. Cilat botra? Botën e njerëzve, botën e gjinëve, botën e bimëve, botën e kafshëve. Këto janë botrat. Krejt hajër kanë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu ka shumë i mëshirshëm. Ndoshta e keni dëgjuar, me siguri e keni dëgjuar rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi që i vdek axha i tij Abu Talibi dhe masi që i vdek bashortja e tij Hatixha radhiyallahu anha, se Abu Talibi se patranu islamin, mirë po Hatixha radhiyallahu, këto ishin di përkrahësit më të mëdhenj pejgamberit në Mekë. Hatixha radhiyallahu anha ishte ajo që e përkrahte dhe e qetësonte pejgamberin brenda shtëpisë, ndërsa jashtë shtëpisë shpina kryesore e pejgamberit ishte axha i tij Abu Talibi. Masi që i vdiqën këta di, ky quhet viti i pikëllimit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vendosi me dal pi Mekës, me shku me i thirr në Islam se pranojshin me kelit Islamin. Vendosi me shku në Taif, qyteti, domethënë një qytet, domethënë se disa kilometrash, nëse zgaboj 70 km, 50-60 kilometrash pi Mekës. Edhe atje çka ndodhi? Domethënë çka që pritën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i nxjerrën ata huliganët. Çato pa punë, pa udh që janë konë. Edhe fëmijët, po edhe domethënë njerëzit këqij, pa sjellje, pa karakter. Edhe pejgamberi në të mërimin në Taif, ata filluan me gjujt me gur. Se lan as me fol, as me majt një fjalim, as një ders për mi thirr në Islam.
edhe qatë shumë, do me thonë, e përgjakën këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që thot ju mbushën, do me thonë ato këpucë, to pengat që i ka pas, ju mbushën me gjak. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe unë kam hik pe ati, edhe jam kthjell kur kam rin filan veni, Qarnu Thaalib, quhet ai veni. Ka dalë për qytet, tu hik i përgjakosur, do me thonë, është hup, si me thonë. Edhe atje thot, u kthjella kur mrina, sa u koni do me thonë i plagos. Për qatë kur e ka pyet Aisha radiallahu anha, i ka thonë, ja Rasulallah, a ki pas dhe një ditë më të ranë se sa ditën e Uhudit? Se edhe ditën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lufta e Uhudit kur bëhet vitin e 3 të hijretit, kjo është shumë mas. A ki pas dhe një ditë më të ranë se ditën e Uhudit? Se ditën e Uhudit ja thënë dhe mballi me sam, ja çajnë ftyrën, do të thonë gati për pak sa e humbin betejën, sepse nuk i ngojnë ato ushtarët, e bëjnë një gabim ata që i kalon që i la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kodrën e shigjetarëve. Ato menun që i fitoi luftja dhe i lëshun pozicionet sahabët, edhe kështu që kanë të humbur për pak. Edhe pejgamberi sa mu plagos. I ka thonë Aisha, a ki pa dhe një ditë më të rëndë sa Uhudi? Tha po, tha kur jam konë në Taif. E kanë përgjak, me thonë, e kanë nënçmu, e kanë sha, edhe mirë, ndodhi kjo. E thot, kur mrinat e vendi, Qarnu Thaalib, thot, erdhë Gjibrili a.s. I tha, me mu, Allahu e ka qu me mu melekun e kodrave, pas ka melaqet kodrave. Edhe nëse do që këto di kodrat e mdoja i bëj bashk për me shkatru Taifin krejt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paramenot dikush për shembull me ta boni të keqe. Edhe të vjen momenti ti. Të ne për shembull ta bën dikush një të keqe. Me dashje, pa dashje. A mundet me kon që ka që madhe ajo e keqe që ta ka bëj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, tha. Se unë e shpresoj se nga sulalja e tyre, nga fëmijët gjeneratat pas tyre që do të vinë, do të ketë dikush që do të adhuroj Allahun, do bëhet musliman. Në më thonë, e shifni, që kjo është pejgamberi sallallahu rahmetun lil alamin, që kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash, normal që musliman nuk e kanë këtë punën e rahmetit si dushme që jeni mëshirshëm. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka eduku shokët e vet, edhe i ka eduku musliman që musliman me tregu rahmet në njëri tjetrit. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarëve në dashurinë që e kanë mes tyre dhe në rahmetin, mëshirën që e kanë mes tyre, është si shembulli i një trupit. Nëse një organ i trupit, domethënë ka dhimbje, krejt trupi është, domethënë s'është rahat. Çashtu janë muslimanët. Më thonë, muslimani nuk mundet me kanë për shembull rahat, si ka thonë pejgamberi, nuk ka besu ai që barkun e ka të ngopur, ndërsa kushia e tij është i undë. S'ka ku është këtu, do me thonë karakteri, ku është dhemshuria, ku është butësia. Nuk mundesh ti me kanë musliman i mirë për shembull, ama zemrën e egër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thënë për Hazreti Omerin, ka kon karakter shumë i ashpër. Edhe ai nuk e ka ditë çka është rahmeti, Hazreti Omeri. Mirë, po e dini kush është Hazreti Omeri? Hazreti Omeri radiallahu anhu, Omer ibn Khattabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka pas di vija në fytyrë, shenja, do të thonë prej lotëve. Thënë dietarët, a vetë çka e bani këtë njerëz ç'është egër, do të thonë ç'është but, i cili nuk flinte me ditë duke mendu se dikush prej muslimanve kur u bë halife, dikush prej muslimanve, ndoshta prej fëmijëve të muslimanve nuk kanë pas me hangër, nuk kanë pas me pi, po si e kanë mundë do të mbetë Allahu subhanahu wa taala. Po si ka mundësi që i thot njëri prej sahabëve, ai tu flet, thot po, thot unë çet 3 ditë, thot s'kum flet Omeri radiallahu anhu. Pse s'ke flet? Po thot kum menuse ato muslimanët e filan veni që e kanë pranuar Islamin, nuk e di a kanë kushta, unë jam udhëheqës i besimtarëve. Edhe shpeshherë Omeri radiallahu anhu ka dal, ka fol, kur ka fol, në me thonë për fe, s'ka mujt mi majt lotët. Çka e boni këtë që ç'kjo fe? Që ç'kjo fe? Për qatë, një sahabi e ka pasim Aqra ibn Habis. E shef pejgamberin të i puth nipat e vet, Hasanin edhe Husejnin. Edhe çuditet aty, se ka dikush, më thonë, është karakteri ran.
nuk ka afërsi, do me thonë, as me fëmijën e vet. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë i kam 10 evlat, as njënin nuk e kum puth kështu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men la yerham la yurham. Kush nuk ka rahmet, nuk bëhet rahmet. Nuk të ban rahmet Allahu nëse në zemrën tënde s'ki rahmet. Por çat muslimanët këto mësime i kanë, do të thonë, i kanë përhap masën duke treguar rahmet ndaj gjithçkaje. Ndaj gjithçkaje. Ndaj njerëzve po duke treguar rahmet edhe ndaj kafshëve. A e dini se kjo kultura e mbrojtjes të drejtave të kafshëve, kjo është e vëshme. Kjo s'mundet mi pas, sa mundet mi pas. Unë nuk e di, s'kam lexuar për historinë, po tash shoqatat për mbrojtjen e të drejtave të qenve, të macave, të të kafshëve në përgjithësi, të mizave. E më mend njëri prej kryetarëve të Amerikës më herët, në një emision, ishte drejt për drejt live, sikur se ke emisioni, e pat një miz, i pat shku edhe, i pat rall në emision kështu, e miti mizën, Obama. E pat mit mirë u çun krejt shoqatat, u çun si mundet një njeri që është kryetari i vendit më të fortë në botë, më të zhvilluar, më të përparuar përpara kamerave me mbyt mizën. Ama kjo kultura e mbrojtjes së drejtave të kafshëve te këto jo muslimanë është shumë e vëshme. Mundesh me thonë që ndoshta shtash, ndoshta shekulli 20 mos ka filluar. Nuk besoj që ka më herët, ligje për mbrojtjen e. A di se te muslimanët mbrojtja e kafshëve, kjo është shumë e vjetër. Pejgamberi sa i cili është rahmetun lil alamin. Vjen një herë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu në Medinë, kur i shet do fëmijë e kanë lidh një pulë edhe këshirin kush mundet më jam shumë, se pula si mos lidhet atë sonë godet. Kur e shef Abdullah ibn Omeri radiallahu afrohet atje, merr atë pulën e liron, pul. Thot, a e dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku atë njeri që e bën keq. Ato fëmijët hikin, fëmijët si zakonisht belaxhit. Do të thonë, ato janë këtu lut, ato s'kan pas dini qëllim të keq. Miramo, me xhanat, me kafsh, me krijesa të gjalla, me bon çashtu lojna kush kam jam shu. Thot, a e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallku atë njeri i cili, do të thonë, e godet një kafsh në këtë mënyrë, me lidh dhe me godit. Për çat nuk lejohet për shembull ti me provu, do të thonë, ndonjë armë e këshira mundesh me godit me vran një shpend. Nuk lejohet, haram është një gjë e tillë. Pse se kanë shpirti dush, ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa një lavire nga Beni Israilet ishte duke ecë. Kaloi pranë një pusit. Lavira te Beni Israilet. Në mëkatare e madhe. Edhe pa një qen i cili hante ranën e ka hangër, edhe do të thonë të i lëviz këmbët nga etja. Se aty pranë qenit pusi i thellë, qeni s'mundet me hinë pus, o s'mundet me nxjerr ujin me çikrik. Apo? E thot ajo e nxori këpucën e vet, klikura si e ka pas ato pengën, se s'kajnë pas enë. E nxori. Thot, zbriti poshtë, e mushi, e kapi me dhamë, se ta shu deshke me hip të naltë. Dul edhe i dha qenit me pi dhe Allahu subhanahu wa taala e shpërblej me xhennet. Allahu e shpërblej. Qa një qenë? Një qenë. Në që jo është muslimani, për qatë, jo një qenë, njerin, besimtari e nderon dikan veç pësa është njeri. Për qatë kër e kanë pitë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, ja Rasulallah, a dhe kafshës mi i bo mirë ki se vape? Ka thonë pejgamberi sallallahu, fi kulli kebidin ratbin ejër. Gjdo kafë që ka, në me thonë mëlqi, gjigera, po? Mëlqi, të njom, të gjallë, gjdo kafë që e ka ketë, nëse i ban mirë ke ejër, ke shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për qatë muslimanët në histori, nëse prejtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, deri në këto ditë, nëse i analizon kretë shtetet islame, nëse analizon historinë e muslimanëve, luftrat e muslimanëve, e vëren se muslimanët kur njëherë nuk kanë bon zullum. Lufta është luftë me ushtarin, ama muslimani nuk ban, më thonë, gjenocid.
sikur se i bëjnë jo musliman, sikur se i bëjnë jahudit për shembull. Muslimani nuk i vret fëmijët. Nuk mundet ushtria musliman. Për çat, më thon, këta është një se tash po mbien me përmend për politik shumë gjëra, më thon është një spor ose një çështje e pazgjidhur midis Turqisë dhe armenëve, të cilët pretendojnë se kjo bota perëndimore thënë Perandoria Osmani i ka vrarë, domethënë 1,5 milion armen. Domethënë ka fundi i vet Perandoria Osmani. Kjo nuk është e vërtetë. Domethënë ka vrarë civil faktikisht, popullat ka vrarë, ka bëu genocid, nuk është e vërtetë. Edhe argumenti më i fortë që nuk është e vërtetë se ne nuk e kena këtë në kulturën tonë. Kur se kanë bëu musliman? Pse më e bëu për shembull Perandoria Osmani? Kur nuk e kanë bëu musliman? Më thonë, me ushtarët ato janë marrë. Për çat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thënë ushtarët, ekspeditat ushtarake, ju ka thonë murgjerit, ato na për manastire, që s'marrin pjesë në luftë normal. Gratë, fëmijët, pleq, murgjerit, bimt, mos i vritni, mos i prishni. Nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi prish kishat. Nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi vra murgjerit ose kallogjerat që i themi, apo? Ka ndalu, sa i smerr pjesë në luftë. A i smerë pjesë në luftë, mos me bon zullum, mos me vra ata që s'jam pjesë e luftës. Pse kjo? Se muslimani nuk ka qëllimi, me imponu, qëllimi me dominu. Qëllimi është me përhap mëshirën e islamit. Luftra që i kanë bon musliman, nuk i ka bon për me marrë pasurit, sikur se tash shtetet e forta i sundojnë shtetet e dobta për me marrë pasurit. Për me marrë pasurit. Pse për shembull Franca shumicën e shteteve të Afrikës tash e kanë marrë më vesh. Në thonë i sundon. Për me marrë altanin. Franca për shembull është një tokë ku s'ka altan. Ama rezervat e arit Franca i ka një prej shteteve më shumti që ka rezerva ari në botë, a nuk ka në tokën e vet ari. A shtetet sikurse Tanzania, sikurse plot shtetet Afrikës, dhe më thonë që janë shumë të pasura me ari, s'kanë kur gjonë rezerva. Ka marrë Franca. A musliman nuk i kanë përhap luftën për me pa marrë pasurit edhe mi i robru popujt. Jo, po ama nëse ka dalë dikush për para, ju ka dalë muslimanve për para, në rrugë, për mos me përçu atë mesazhin e islamit, se kanë obligim musliman me kretë njerëzve me vaqu mesazhin e pejgamberit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vjen me mesazh që duhet me adhuru Allahun. Edhe nëse dikush s'ka leju që njerëzve me vaqu që këtë mesazh, atëherë kanë bën luftën. Ama nëse njerëzit kanë thonë s'ka problem, lirisht mundën me ndëgju njerëzit thirrjen e juve, ose s'kan bën luftë. Nuk kanë bën luftë. Nëse janë bën musliman, janë bën vllazën, edhe ato vetë kanë sundu vendin e vet. O më 30 minuta. Edhe për çat të muslimant është shumë e theksuar kjo mëshira ndaj të dobtive. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush kujdeset për gruan e vejushën, edhe për jetimin është, domethënë, njësoj sikurse me shku në luftë, ose ka thonë në një hadith tjetër, është njësoj sikurse me fal, sikurse ai i cili falet tër natën namaz dhe agjeron ditën. Mu kujdes, domethënë, për gruan e vet. Pse se kujdesin ndaj të dobteve, kujdesin ndaj ative që kanë mas shumti nevojë për mëshirë, domethënë kjo barazohet me ibadetet më të mëdha. Kjo barazohet me ibadetet më të mëdha. Kjo është feja. Prandaj ne kemi nevojë që, domethënë, me tregu që këtë karakter edhe mes veti, po me tregu edhe me krejt njerëzit. Me kallëzu se jena musliman, se ne nuk jemi musliman tip se falesh të shtëpia. Po, ajo duhet mu bon, shembull e fal namaz. Namazin e fal për veti, ti dush me kallëzu se je musliman edhe me tjerët. Mu treguj mëshirë që me kallëzu. Ç'kjo është fytyra e vërtetë e islamit ton. Nuk është islami jon për shembull me thon me vjedh në kandare, me u tregu i ashpër, me u kallëzu i keq me adoptin. Jo, për çat, do të thon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, un jam dërguar që bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Mu Zoti më ka dërguar që këto virtytet e moralit mi i përsos. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu shay'in fil mizan husnul khuluq." Gjaja më e rëndë në peshorin ditën e gjykimit është morali i lartë. Njeri sa më i sjellshëm, çaq më njeri je, çaq më afër Allahut subhanahu wa taala dhe më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Për çat njeri kur të shtin, çka thot elhamdulillah. Çka duhet me thon ata që e ndëgjojnë? Yerhamukallah. Allahu të mëshiroft. Allahu të mëshiroft. Kjo është domethënë
një shembull i vogël se ne ndërmjet veti raportet duhet më ndërtu në bazë të rahmetit dhe mëshirës. Respektit këtë edhe në bazë të rahmetit. Në bazë, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an se domethënë kjo këto janë tema shumë gjata, normal që shumë zor më i ka përdi. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, Muhammedun Rasulullah. Dhe me këtë do ta përfundojmë, më falni pak, se ndoshta është gjata. Thot Allahu subhanahu Muhammedun Rasulullah. Muhamedi është pejgamberi i Allahut. Walladhina ma'ahu, ata që janë me Muhamedin, thon shokët e mëson. Walladhina ma'ahu ashidda wal kuffari ruhama'u bainahum. Janë të ashpër me kafirat, të mëshirshëm me njëri tjetrin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, i shef me ruku dhe me sejdë, që kërkojnë kënaqësinë e Allahut. Thon dietar, pse Allahu cilësinë e sahabëve e përmendi sa ata janë të mëshirshëm me njëri tjetrin para se me përmend namazin, rukun dhe sejdën. Para se përmend rukun dhe sejdën. Për arsye se ti, domethënë nëse hin xhami, falesh. Edhe del pi xhami se edhe i bën këtë këqijat. S'ki rahmet, s'ki drejtësi, ki korrupsion, ki domethënë pengon njerëzit që janë rahat prej te. Çfarë namazi të bë? Për çat para se me fal namazin, ose namazin neve duhet me na bëu të mëshirshëm. Muhamedi është i dërguari i Allahut, është pejgamberi i Allahut. Ata që janë me Muhamedin janë të ashpër me kafirat, që luftojnë dhe të mëshirshëm me zveti. I sheh ata duke bërë ruku dhe sejdë duke kërkuar kënaqësinë e Allahut. Pra e përmendin një herë moralin, për arsye se morali është ajo adresa, ajo fytyra të themi, ai titulli që na tregon se ne kush jemi. Nëse ne him xhami dhe moral s'kemi, po se me të him xhami si duhet. Atë namazin si me të bë, si duhet. Për çfarë lut Allahun subhanahu wa taala që të na bëj, domethënë, të moralshëm, të sjellshëm, të mirë me njëri tjetrin, dhe me gjithë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.